Nga Bolt News AL, në mënyrë ironike në vitin 2018, kryeministri Edi Rama thonte se ka në rrjetet sociale plot të rinj që i drejtohen kryeministrit. Shënim, vet ati. O legen, na gjej ndonjë punë. Atë kohë ai fliste për vende pune që po hapeshin, por duhej ndryshuar mentaliteti që sipas tij preferonin o punë në shtet ose të harxhonin lekët e prindërve duke i thënë kryeministrit: "O legen, na gjej punë", thonte Rama në vitin 2018, kur sapo kishte nisur mandatin e dytë qeverisës. I njëjti individ, pa shumë ndryshime në mënyrën e të folurit dhe trajtimit të situatës së punësimit, rikthehet të flasë për vendet e punës në një shfaqje propagandistike për 5.000 vende bosh që prisnin hapur personat e interesuar që do të trajtohen në një portal. Krijon më shumë transparencë, ndërveprim mes individit në kërkim të një mundësie dhe shtetit që ka nevojë, prandaj i jep këto mundësi. Nga ana tjetër, përfshin për herë të parë një pasqyrë ku të gjitha mundësitë janë të ekspozuara, tha ai. Përtej shfaqjes, punësimi në sektorin shtetëror ka të tjera kritere. Transparenca mbet thelbësore që individët që punësohen të tregojnë fakte dhe prova si të angazhuar me partinë, në mos patronazhist ndihmës të tyre. Formimi profesional shpesh lidhet me sa aktiv ka qenë ai ajo në mbledhjet e partisë në çdo strukturë të saj. Ndërsa pozicioni i punës patjetër duhet të kalojë nga një mik i fortë, ku sa më lart të jetë, aq më shumë janë mundësitë për të kapur poste edhe më të larta, mundësisht tatimor, inspektor, doganier në INUK, INOV, IMT, IKMT apo aviacion civil. Koncepti i punësimit tashmë nga ndryshuar që nga viti 2018. Nuk ka më të rinj apo të reja që kërkojnë punë në faqen e kryeministrit, madje edhe duke e fyer të paturpsisht, pasi legenat gjenden edhe online. Portali punësimi i ka kriteret e qarta.